Festa e Shën Gjon Pagzorit u kthye në një ditë pelegrinazhi dhe promovimi në orosh të Mirditës, në një nga zonat me histori dhe potencial të jashtëzakonshëm turistik. Ky organizim i ndërmarr nga disa ish-banorë të zonës risolli traditën e hershme të festës, duke bërë bashk vendas, emigrant dhe shumë vizitor. Mali Shet ka qenë vend pelegrinazh jo vetëm për banorët e Krahinës, por për të gjitha malësitë e veriut të Shqipërisë. Edhe kjo është për të rikthyer një lloj tradite jo vetëm të pelegrinazhit, por edhe për të zhvilluar turizm. Pelegrinazhi nisi tek abacia e Oroshit dhe vijoi në sarajet e Xhomarkajve, e bjeshkët e Nënshjetit, me lartësi mbi 1300 metër nga niveli i detit, ku mbajt dhe aktiviteti promovues. Kjo festë synon të kthehet në traditë të përvitshme si një mënyrë për të bashkuar njerëzit dhe promovuar potencialin turistik të zonës. Mënyrë të veçantë, apeli im është për të rit, pra ish-banorët duhet sillin fëmijët e tyre, edhe të vegjël, t'i sillin në këto ditë. T'i marrin, t'i tregojnë këtu ka lind gjyshi, këtu ka lind baba, kjo është toka jon, këtu ka pas jetë dikur. Mënyrë që edhe ata pastaj kur të rriten, të kenë mundësinë për t'i vazhduar këtë gjë. Kjo ditë është një ditë bashkimi i vlerash, idesh, konceptesh, bashkon njerëzit, bashkon mendimet, bashkon frymen, jep një frymëzim dhe një refleksion personal që rrugtimi jonë nuk është përtej një ditë me ambicie personale, por është një rrugtim kolektive, bashkërisht. Unë për veten që veten shumë të lumtur pasi e kam origjinën nga ky vend dhe jam shumë i lumtur që po festohet kjo festë nga gjithë treba e Lagës së Mirditës dhe pa ngjyra politike kanë tona të gjithë zbashku këto si vëllezër. Synimi është rikthimi i njerëzve që të vijojnë të investojnë në relievet malore, kjo që përkon pak a shumë edhe me një iniciativë që ka bërë qeveria, që ka titulluar paketa maleve. Jemi në bukurinë më të madhe që ka vetëm Mirdita, po dhe Shqipëria. Po t'i pyesësh njerëzit që rëndom rrugë, thonë në tropoj, thonë në thes, thonë, por në fakt më i mirë se sa ambient ka në Nënshet, nuk ka në asnjë vend. Të pranishëm në këtë aktivitet, kryetari i Bashkisë Mirdit Albert Mlyshi edhe deputeti zgjedhur i Partisë Socialiste Admir Kadeli u shprehën se promovimi i kësaj zone është mënyra më e mirë për zhvillimin e turizmit. Jemi gjithë bashkë edhe për të biseduar me njëri tjetrin, edhe për të promovuar këtë zonë, por patjetër që edhe për të lobuar që ato investime që mungon në kësaj zone t'i ketë këtë zonë në mënyrë që ky atraksion turistik të kthehet realisht në një destinacion të jashtëzakonshëm që jam i bindur që kthehet. Ky organizim në fakt ngjall që sidomos brezin e ri bashkohet dhe të vijë në trojet e vjetra të familjeve, por jo vetëm ato që kanë lind ose kanë lidhje me këtë zonë. Ne po promovojmë këtë zonë edhe për turizmin, po promovojmë këtë zonë edhe për të huaj dhe sidomos që është më e rëndësishmja është që të ndalojmë shpopullimin, të reaktivizohen zonat me organizime të tilla. Kremtimi i festave fetare përmes aktiviteteve të tilla synohet të kthehet në traditë në fshatrat e Mirditës, si një mënyrë për të bashkuar njerëzit dhe promovuar këto zona të cilat janë prekur nga shpopullimi masiv gjatë viteve të fundit.